Prokuroria e posaçme ka blokuar mundësinë e amnistisë fiskale për Bankers Petroleum. Në fund të vitit që lan pas, kuvendi miratoi 2 projekt ligje për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore dhe të detyrimeve të pagueshme në dogan dhe për marrëveshjen e paqes fiskale. Sipas ligjit të parë, borxhet që datojnë nga më shumë se një dekadë më parë do të anulohen plotësisht. Një ndër kompanitë që ka detyrime të shumta ndaj shtetit është Bankers Petroleum. Ajo ka detyrime doganore dhe një gjobë me vlerë 120 milionë euro, të vendosur për mashtrim fiskal doganor. Po ashtu është përfolur si përfituesja më e madhe e kësaj skeme, por SPAK duket se ka bllokuar çdo lloj pazari. Në programin e transparencës, SPAK është pyetur nëse ka regjistruar procedim penal për subjektin juridik Bankers Petroleum, si tatim pagues me NIPT-in L4312840-1L. Kjo për faktin se ligji i paqes fiskale nuk lejon të përfitojnë kompanitë që janë nën hetim. SPAK ka konfirmuar se ka regjistruar procedim penal individual ndaj Bankers si person juridik para se ligji të hynte në fuqi. Prokuroria e posaçme ka regjistruar procedim penal për subjektin Bankers Petroleum, i dyshuar për kryerjen e veprave penale, shfehjet e ardhurave, krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar, të parashikuara nga nenet 180.3 dhe 144.a të kodit penal, thekson SPAK. Sipas ligjit, nëse kompania apo hetohet penalisht për vepra tatimore si mashtrim dhe ose evazion, apo ka një dënim të formës së prerë për shfehje të ardhurave apo pastrim parash, skualifikohet me njëherë. Bëhet fjalë pikërisht për 2 veprat mbi të cilat SPAK ka regjistruar procedim penal. Kjo do të thotë se Bankers nuk hyn dot në marrëveshje fiskale me tatimet. Pra, duket se SPAK ka djegur çdo lloj pazari që mund të ketë qenë duke u bërë në prapasken. Pamfleti ka raportuar para se të miratojë paqja fiskale se në fillim të nëntorit 2025, dogana e Fierit i ka ridërguar kompanisë Bankers njoftimin për shlyerjen e detyrimit brenda datës 22 dhjetor, por ka pasur manovra nga qeveria për të hyrë në pazare për shkak të ligjit në fjalë. Mirëpo SPAK i ka paraprirë situatës. Sot Bankers Petroleum figuron si person juridik nën hetim. Nga ana tjetër janë thelluar hetimet. SPAK ka shtrirë hetimet deri në Austri, pasi rezulton se Bankers ka përdorur selin qendrore të Raiffeisen Bank për të kryer transferta. SPAK ka dërguar letër porosi në Austri për të siguruar të dhënat e transaksioneve. Po ashtu në Shqipëri po kryen hetime edhe ndaj zyrtarëve të lartë shtetëror. Përveç 2 veprave më sipër, SPAK po heton edhe për pastrimin të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, shpërdorimi i detyrës, moskryerja e detyrave nga organet tatimore, korrupsioni pasiv i zyrtarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, grupi i strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal. Me tre korrik, prokuroria e Fierit bastisi zyrat e Bankers. Me vendim të gjykatës së Fierit ulshuan 14 masa sigurie. Dosja më pas kaloi te SPAK. Bankers Petroleum dyshohet se gjatë gjithë periudhës 20 vjeçare të aktivitetit të saj ka rritur në mënyrë fiktive shpenzimet, me qëllim që në bilancet vjetore të rezultonte me humbje. Kjo skenë i ka mundësuar kompanisë të shmang pagesën e tatim fitimit, ndërkohë që ka përfituar rimbursime të pajustifikuara të TVSH-s, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit miliona lek dëm.